është kërkuar me kohë thirrja e Edi Ramës, mbasi në atë dosje Edi Rama ka mbi 12 firma, o 10 firma, se tash do të gjaj t'i numroj, çdo gjykatës serioz vendos marrjen në ndjekje penale të Edi Ramës për ato akte. Por edhe thirrja do t'jemi ballë për ballë aty, edhe i thoni të bëhet burr, mos kërkoj pa media, mos kërkoj seancë pa media, të kërkoj mediat aty, kombëtare dhe ndërkombëtare, edhe të vinë të shohin shqiptarët se cili është Edi Rama në atë aferë, çfarë korrupsioni, çfarë aktesh korruptive të mëdha ka kryer ai,